herë të parë në shtëpinë e Big Brother VIP 5, banorët u përballën hapur me Mirin për raportin e tij me Selin, duke sjellë një debat të ashpër dhe plot ironi. Mateo ishte ai që e nisi përplasjen, duke akuzuar këngëtarin se ka rënë në dashuri me Selin dhe se situata i ka dalë jashtë kontrollit. Miri nuk i mohoi ndjenjat e xhelozisë, por u përpoq t'i relativizonte ato, duke deklaruar se bëhet xheloz për gjithçka që dëshiron brenda shtëpisë. Ai reagoi me tone provokuese, duke thënë se dëshiron gjithçka, nga banorët, te krevati, parat dhe vet Big Brother, duke kthyer debatin në një lojë force dhe dominance. Debati mes dyshes u shoqërua me ofendime personale. Mateo e akuzoi Mirin për hipokrizi dhe shpirt të zi, ndërsa Miri ju përgjigj me ironi dhe nënçmim, duke cilësuar Mateon si të pavlerë në këtë përballje. Mateo këmbguli se Miri është i dashuruar dhe e ka pranuar këtë përmes xhelozisë së tij, ndërsa Miri vijoi të mohojë se ndjenjat e tij lidhen vetëm me Selin. Përplasja nxori në pah tensionet e forta emocionale në shtëpi dhe e vendosi raportin Miri-Selin në qendër të vëmendjes, duke lënë të hapur pikpyetjen nëse kemi të bëjmë me një ndjenjë reale apo thjesht një strategji loje.